Pas bisedës telefonike mes Trump dhe Putin, The Guardian ka analizuar se çfarë fiton presidenti rus nga negociatat me presidentin e Shteteve të Bashkuara. Donald Trump e filloi bisedën e tij me Vladimir Putinin me një kërkesë për një armpushim 30 ditor. Ajo që presidenti amerikan mori nga Putini ishin gjysmë oferta, lëshime të kufizuara dhe një kërkesë të jashtëzakonshme për të dobësuar Ukrainën, duke bërë qesharake çdo marrëveshje paqeje. Kushti kyç për zgjidhjen e konfliktit duhet jetë ndalimi i plotë i ndihmës ushtarake të huaj dhe dhënia e informacionit inteligjencës për Kievin, tha Kremlini pas telefonatës. Këtë Ukraina nuk mund ta pranojë as pak. Duket sikur rusët po projektojnë dëshirat e tyre, tha Matthew Seville, analist në Institutin Royal United Services, duke përshkruar pozicionin e Kremlinit si të papajtueshëm me planin e sigurisë të udhëhequr nga Evropa. Liderët kryesor evropian nuk u dukën shumë të impresionuar. Udhëheqësit e Francës dhe Gjermanisë ripohuan mbështetjen e tyre të vazhdueshme për Ukrainën. Ajo që Trump arriti të merrte ishte diçka shumë më modeste se një armpushim i plot. Putin të angazhohet për të ndaluar bombardimin e infrastrukturës energjetike të Ukrainës. Orisia Lucievich, eksperte në Chatham House, tha se Kievi nuk përfiton shumë nga një ndalesë 30 ditore e sulmeve. Ajo e përshkroi ofertën e Putinit si vullnet të mirë për të mbajtur Trumpin të interesuar dhe për të fituar një çmim më të madh, braktisjen e Ukrainës nga SBA. Trump njoftoi se do të punojnë shpejt për të arritur një armpushim të plot, megjithse kjo u errësua nga Rusia. Në vend të kësaj, Kremlini theksoi se Ukraina do të mbetej jashtë bisedimeve. Pozitive është se bisedimet po vazhdojnë, por shqetësimi është se Rusia mund t'i përdorë ato për të përçarë SBA-n nga Evropa, analizon The Guardian.